Në këtë fazë ndodh edhe një ndryshim edhe një tek gratë ku fatkeqësisht shumica prej tyre edhe do thot janë një lloj depresioni dhe do thot edhe me partnerët e tyre kanë problem sepse humbja e kënaqësisë, humbja e dëshirës për marrëdhënien seksuale. Do thot është kjo duhet bëjmë kujdes edhe në këtë aspekt që mos të ndalet do thot hormonal, që ajo ndihmon më shumë, që ndikon që gruaja me pas këtë vështirësinë me pritur kënaqësinë, e cila pastaj emocionalisht bën që ajo me mendu çfarë ndodh me feminitetin, a jam më grua e bukur siç kam qenë, a jam tërheqëse siç kam qenë, apo rrezikohet kjo ana femërore, dhe natyrisht krijon atë konfuzionin në mendjen e saj. E ku ishte kundërta me sa lexova edhe në disa prej këtyre revistave botërore që janë të shëndetësisë, që biles rekomandohet që në këto periudha mos lihen më janë marrëdhënie seksuale sepse janë mjaft të nevojshme edhe ndihmojnë në rregullimin e Këtu rekomandohet shumë një përkrahje për burrave me komplimentu partnerën, sepse supozohet që ata janë bashkë tashmë një periudhë të gjatë dhe është një moment kur ndoshta gruaja ka më shumë të nevojë për përkrahjen e partnerit dhe ato komplimentat, fjalët e mira janë tepër të nevojshme në këtë moshë për gruan, sepse bëjnë ato të ndjenjë që nuk po e humbin feminitetin, sepse si gra është ajo që neve na përfarson të qenurit femër. Dhe nëse na ndjejmë që po rrezikohet kjo pjesë e jonja, natyrisht që kjo ka më na shkaktuar një gjendje të ankthit edhe ndoshta depresionit.